mendoj se kur fillon me fitore atëherë është pak ma lehtë, domethënë do të kuptuar për shkak se presioni për të marrë një ekipe, sidomos në këto momente dhe në këtë fazë të garave është e vështirë, duhet kohë, po ja që kur merr një fitore, pastaj ki edhe një javë analizat prej ditës në ditë një lojtarët dhe e ke ma lehtë punosh. Kështu që një fitore shumë e rëndësishme, sidomos për Gjilanin, për shkak se keni përmendur, kemi thonë që ka bo investime të mëdha dhe është pasi një pretendent kryesor me këto ekipe të cilat janë lart për titull kampionit. Gjilani është në pozitën e 8 me 10 pikë. I bie 12 pikë larg pozitës parë. Në qoftë se shumë pikë larg pozitës 2 të ballkonit. Qëndron larg, po 4 pikë nga pozita e 3 që del në Evropë. Nuk janë shumë, Superligës janë shumë. Janë edhe 26 lojët. Po është një statistikë ku ekipet të cilat shpallën kampion ma shumë se 4 deri 5 humbje nuk i bojnë brenda një viti kalendarik. Gjilani e ka arrit limitin, 5 i ka. Kështu që mendoj se është e vështirë. Në qoftë se shumë edhe vitet e tona, hiç fundi kur ti siguron titullin atëherë mund të mos të kesh ambicie, po jo në hap të mirë, kam bu një ndeshje edhe pse edhe Prishtina e re me do mos është dashur fitoria për shkak se këtyre rezultateve të fundit negative, po mendoj se është kampionat i hapur, me 3 pikë sa del në pozitën e 10, sa futesh në pozitën e 5-6, do më thonë për këto ekipe të cilat kanë pak dallim, dhe mendoj se kështu do